Qeveria vendosi për emrat e të besuarve në 4 komunat ku më 11 janar do të mbahen zgjedhje të reja pas mosarritjes së censusit. Në krye të Gostivarit, për të besuarin e saj, qeveria e ka vendosur Fadil Xhelilin, në Vrapçisht do të jetë Bunjamin Kadriu, në Qendër Zhup, Arjan Ibrahim dhe në Mavrov Rostush, Oner Jakubovski. Sipas kalendarit zgjedhor, fushata zgjedhore për këto 4 komuna fillon më 22 dhjetor dhe do të zgjas deri në mesnatën e 9 janarit. Ndërkohë, qeveria pritet që gjatë javës t'i dorëzojë në kuvent emrat e ministrave të rinj, të cilët do të plotësojnë pozitat e mbetura bosh pas zgjedhjeve lokale. Kryeministri Mickoski sot theksoi që gjatë ditës së nesërme duhet të finalizohet çështja e emrave. Në pozitën më të fuqishme politike të vlenit në ekzekutiv, atë të zëvendës kryeministrit të parë do të ulet deputeti aktual Bekim Sali, i cili vjen nga radhat e Partisë Alternativa. Ndërkohë, Izet Mexhiti, para se të bëhej kryetari i Çajirit, mbante edhe postin e ministrit të ekologjisë, kështu që LD e Mexhitit duhet të propozojë emër për këtë resor, e që sipas të gjitha gjasave do të jetë Muhamet Hoxha. Nga ana tjetër, me që titulli zëvendës kryeministër i parë është jo formal, atëherë Bartësi duhet të ketë një resor. Në këtë rast, jo zyrtarisht Sali do të merr postin e zëvendës kryeministrit për qeverisje të mirë, që aktualisht drejtohet nga Arben Fetai i ASH-s. Fetai nga ana tjetër pritet të drejtojë ministrinë për çështje europiane. Ndërkohë Orhan Murtezani nga kjo ministri pritet të kalojë në postin e zëvendës ministrit të mbrojtjes.